Përshëndetje të dashur miqtë e mi, mirëmëngjes, sepse jemi në orët e para të mëngjesit, të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë një fotografi që Selin e ka dërguar te ca miqtë të saj, do me thënë tek një grup që ajo ndan çdo gjë, ka dërguar këtë fotografinë. Çuditërisht, ndryshe nga personazhet e tjerë, ndryshe nga banorët e tjerë të cilët kanë qenë jashtëzakonisht shumë aktiv në momentin kur kanë dalë nga Big Brother, janë munduar që të kenë një qasje më të shpejtë në rrjetet sociale, të jenë sa më pranë publikut, të postojnë fotografi, të postojnë video. Në një farë mënyre ta shijojnë këtë suksesin që Big Brother ju jep, nuk është sukses i vogël. Është sukses që ti njihesh në gjithë shqiptarizmin, të duar troketi gjithë populli, krijon fansa, të duan, pasionohen pas teje. Dhe në këtë radhë, Celin nuk është shumë aktive në Instagramin e saj, pothuajse fare nuk është aktive. Vetëm disa video nga të cilat është taguar Selin, domethënë nga parukierët të cilët kanë bërë grimin, kanë bërë make-upin, kanë bërë flokët të Selin, domethënë Selin personalisht nuk është se përzgjedh që të publikoj fotografi apo të ndaj momentet e saj me publikun. Dhe kjo është një pikpyetje e madhe, pse Selin nuk e preferon këtë gjë, duke e ditur që më herët ka qenë një vajzë tepër aktive, ka qenë një vajzë që ka ndarë shumë momente nga privatësia, nga jeta e saj me Instagramin, do me thënë ka qenë shumë e përfshirë, këtë herë Selin nuk preferon që të jetë pjesë e Instagramit, do me thënë ri pak si e tërhequr nga rrjetet sociale. Në këtë fotografi, Selina duket shumë pak, do me thënë nuk e ka nxjerrë komplet fytyrën, është vetëm gjysma e fytyrës, që i duket syri, i duket pak buza dhe fytyra që duket që është në gjendje shumë të mirë, domethënë, është e qetë, është e lumtur dhe ka dërguar simbolin e saj, një zemër ku ka në gisht edhe unazën e martesës. Ndoshta, për të shuar të gjitha këto hamendësimet që Selina dhe Gimbo mund të kenë prishur marrëdhënien e tyre, Selin godet në këtë formë. Ajo duket që po relaksohet dhe po rehatohet në shtëpinë e saj, do me thënë i merr këto ditët të të qeta, këto ditët që dëshiron që të relaksohet, të qetësohet dhe dëgjon se çfarë flitet për të, dëgjon ndoshta se çfarë komentohet për të, se çfarë është thënë për të, ndoshta është duke bërë edhe një kronologji të gjithë gjës, domethënë se si kanë rrjedhë gjërat, se si kanë shkuar gjërat, për të ndërtuar edhe një profil më të bukur se si dhe me çfarë Selin do të vijë tashmë në skenën shqiptare. Nga informacionet që kam unë, do me thëmë pak a shumë këto informacionet jo zyrtare, por jemi afër atyre zyrtareve, përflite që Selinës do t'i besohet një emision jashtëzakonisht i bukur në Top Channel. Tani, duke njohur shkaktësinë e Selin, duke njohur natyrën e Selin, jam shumë i bindur që televizioni Top Channel në asnjë mënyrë nuk do të donte që Selina të largohej nga ky televizion, por do kontribonte pafund që Selina të kishte një emision të saj të bukur dhe jashtëzakonisht të ndjekur, duke e ditur që Selina, domethënë, u shndrua tashmë në një fenomen, çuditërisht, domethënë, në 3 Big Brotherat e fundit, kemi shëndrim të fenomeneve, kishim Luizin, kemi Gjestin, kemi dhe Selin, domethënë që përfliten, komentohen jashtëzakonisht shumë. Selina duket që e ka marrë shtruar këtë pjesën tashmë pas Big Brotherit, ajo ndodhet në Tiranë, ndodhet në shtëpinë e vet, një shtëpi e bukur, me aq sa arritëm të shohim, domethënë është një shtëpi moderne, me gjyra shumë të ngrohta, që i bie Selina i ka punët në rregull në aspektin financiar, qëndron pranë nënës së saj, besoj që po komentojnë situatat, po komentojnë ngjarjet, besoj që kanë biseduar për gruan e Rogertit, ka parë të gjitha emisionet në Top Channel që janë folur për to, të gjitha qëndrimet, të gjitha intervistat, besoj që kanë dëgjuar dhe intervistën të gruas të Mirit të Rabeës, kanë dëgjuar dhe intervistën e sotme të Miri që Miri mbajti ato qëndrime, dhe Selin, siç duket, domethënë motoja e Selinës dhe përgjigjja e vet me Selin është pikërisht kjo.
është thjesht një zemër, pa marrë parasysh se çfarë ju do të flisni, pa marrë parasysh se çfarë ju do të komentoni, pa marrë parasysh se çfarë ju do të se çfarë qëndrimesh do të mbani për mua, unë thjesht ju dërgoj një zemër. Për mendimin tim, është një vajzë 23 vjeçare vërtet, por logjika e saj, qëndrimet e saj, karakteri i saj, natyra e saj të çojnë përtej 23-shit dhe Selin duket gjithmonë e më glamur, domethënë duket gjithmonë e më e veçantë. Tani kjo gjysma e fytyrës besoj unë që ka dhe një simbolik tjetër, që Selin do të nxjerrë komplet fotografinë në momentin kur do të jetë me gimbon. Por nga fakti që Selin ka unazë në gisht, një, nga fakti që Selin mundohet që të merr veten, mundohet që të qetësohet dhe është shumë larg rrjeteve sociale, nuk poston asnjë gjë, unë jam i bindur që Selin shumë shpejt do të bombardoj rrjetin me rrugtimin e saj të ri, përpos që do të ketë një sezon të mbushur me reklama, sepse jam i bindur që kompanitë më të forta të udhëtimeve Selinën do ta kenë epiqendrën e tyre për të nisur këtë rrugtimin të të sezoneve të tyre. Selin besoj që do të vijë me një super projekt, i cili do të jetë i përfshirë mes Gimbos dhe Selin. Domethënë, përflitet shumë kjo gjëja që Selina dhe Gimbo do të binë një projekt muzikor, ku Gimbo do të luan me patjetër në rolin e DJ-it dhe këtu dhe DJ Ono, vëllau i Selinës që do të jenë së bashku, dhe Selina që do të jetë pjesa e vallëzimit, pasi që në profesionin e saj e pam, domethënë Selina është balerin profesionale, që nën kupton është në stat shumë të lartë në këtë drejtim dhe mendoj që do të jetë një qershim mbi tort në këtë projektin që do të sillen Ono edhe Gimbo. Selina e premtoi që Ono dhe Gimbo do të binë diçka të bukur, domethënë do të bëjnë një bashkëpunim, kështu që gjërat po bëhen fantastike. Selina po qëndron e tërhequr. Unë them që Selina të ri e heshtur, kjo gjë nuk bëhet, por këtu ka një prapavim. Le t'ja lëm fakti që Selina po qetësohet, por unë mendoj që Selina nuk ka nevojë qetësohet fare, sepse Selina e ka përballuar gjithë atë presion dhe e ka shumë më të lehtë të përballojë dashurinë e madhe të publikut, por kjo foto ishte një surprizë për të gjithë ju, të cilët prisni se çfarë po ndodh me Selin, si është jeta e saj, çfarë po ndodh me Gimbon, a është marrëdhënia në rregull, domethënë Selina i ka të gjitha gjërat në rregull, po merr shumë dashuri, po merr shumë respekt në fakt edhe nga familjarët e Gimbos, nga rrethi i tyre dhe kështu që Selina është e veçantë në të gjitha dimensionet e saj. Tani do të kemi takimet e banorëve, do të thënë të nuseve, brikenës Selinës me familjarët, fotografi që do dalin. Për të gjitha këto gjërat ju vazhdoni të bëni subscribe kanalin Monitor TV për të marrë të rejat më të fundit.